Nuk është kjo fitore e Arjan Tahirit, është fitore e Mitrovicës dhe qytetarit Mitrovicës. Unë jam këtu të bashkojt gjithë qytetarët e Mitrovicës, sepse për mua, se cili qytetari Mitrovicës dhe Mitrovica është më e rëndësishme se gjithë shka tjetër. Janë duke u numruar edhe votat e fundit. Jemi në prag dhe shumë ofër që sonte të kapitalizohet fitoria e madhe e qytetit Mitrovicës. Pavarësisht soj, edhe nëse shkojmë në rundin tjetër, ne do të vazhdojmë të jemi bashkë në secilën shtëpi, në secilën lagje për qytetin me qytetor deri në fitorin e madhe në qytetin e Mitrovicës. Ne nuk jemi vetëm, sepse ne jemi bashkë. Mitrovica është bashkë, qytetarët e Mitrovicës janë bashkë dhe vetëm qytetarët e Mitrovicës vendosin për fatin e tyre dhe për qeverisin e tyre tashëm. Nuk ka forcë, nuk ka individ, nuk ka profile që mundën me vendosë për fatin tonë.